shumë vogël, nuk do të vi deri te kjo, neve na bie keq pse ne me një shtator na do të ngrev, por më keq do të vijë aty në cilët paguan që s'pakut këto ndërprerje, të mos pagesa të mos bëhen sepse nuk ka pas arsye të vijë deri te kjo. Megjithatë, domethënë kemi edhe vërejtje pasi që shumë drejtor të shkolla pikërisht në këtë periudhë ku nuk i kanë paguar, u kanë bërë presion punëtorëve që të kryejnë edhe punë të cilat nuk janë punë të tyre. Megjithatë, unë paralajmëroj se nëse edhe një herë ndodh kjo, ne sigurisht se do të bëjmë padite këta drejtorë, se të drejtorët nuk kanë të drejtë të bëjnë presion punëtorëve, ata e kanë vijën. Drejtori ka drejt të interesohet për mbikëqyrjen e kontratës dhe menaxherin e kompanisë, përndryshe punëtorët nuk guxon asesi të shqetësoj me veprimet që janë duke i bërë ata. Pra ju thani që ka pasur presion ndaj punëtorëve në Prishtinë? Jashtëzakonisht ka pas presion jo të gjithë, por në disa shkolla presion që të punojnë edhe po themi kështu një farë me punë të cilat nuk u takojnë atyre. Andaj ne i pyesim të drejtar, në momentin kur na keni thënë të punojmë, na keni thirrë që të punojmë dhe kemi punuar jashtëzakonisht shumë, ku jeni mbetur tash, ku keni humbur, pse nuk jeni ata që na keni thënë ejani punoni, e tani nuk keni dilin në bazë asaj që keni kërkuar shërbimin ja u kemi dhënë dhe ne tani ka punëtor që për 12 ditë nuk ka marrë pagë fare. Dhe paramendojeni kur me gjithë të paga jashtëzakonisht shumë vogla me kredinat që pjesa dërmuese e punëtorëve janë me kredina, unë mendoj që kjo mas pakti jo që nuk është ligjore, por nuk është edhe njerëzore. Meqense është e disa ta herë